po i bëjnë përgatitjet finale. Shpeshtimin e punës këtë të martë në xhaminë e Bardhoshit në Prishtinë po e nxit një tribunë për nder të muajit të Ramazanit, që nis një ditë më vonë. Nikoqiri i saj, Hoxh Besnik Lumnica, veç se është brenda. E me që musafirët nuk kanë ardhë dhe ka ende kohë deri në yatsi, ky po e shfrytëzon kohën për ca llafe me xhamatlinj. Muhabetet si këto do t'i vazhdoj edhe më, veç se tash me kolegët e tij, hoxhallarët Fadil Musliu e Ardian Sejdiu, të cilët sapo mbërrin, fillimisht i fton për pak kohë në zyrën e tij. Rrugës për andej, selamet nuk mungojnë. Besimtarët, në anën tjetër, pritjen po e shfrytëzojnë në mënyra të ndryshme. Ezani i mbledh krejt në rresht. Veç se rruga për atje për dy prej tyre është më e zorshme, ani se vendet i kanë të rezervuara. Sa po ullën pak, hoxhallarëve u duhet të ngrihen përsëri, fillimisht për namazin e yatsis. كما حملته على الذين من قبلنا. Kur edhe ky rit kryhet, radha është për tribunën. Por ajo nuk mund të nisë sepse mungon dikush. Ilahistët gjendën e janë ata të parët me të cilët nis gjithçka. Atmosfera u bën përshtypje fort xhamatit, e duket se edhe vetë hoxhës. Vetën jo, por ingjizimin e tij, kur ky flet për rëndësinë e Ramazanit, xhamatlinjt nuk e lëshojnë. Për një Ramazan suksesshëm, një Ramazan që ka mirësi, që ka begati. Muaj në të cilin Allahu i madhruar i hap dyrët e xhenetit, i mbyll dyrët e zjarrit të xhehenamit. Minutazha është pak problem. Mos marrë ato mikrofonin. Andaj folësi tjetër kujdeset t'i përmbahet kohës së paraparë. Ramazani padyshim se është një prej adhurimeve më të mëdha në Islam, që ndikon drejt për së drejti në formimin e qenies së njerëzit. Dhe padyshim se ky argument është i kapshëm dhe logjikshëm edhe në jetën e përditshme të besimtarit. Mbrëmja përfundoi me përshëndetje e krejt në fund edhe me një kujtim. Kjo me të vërtetë është një parapërgatitje dhe një informim shumë i mirë. Hoxhën Mulla Besnikun, inshallah na erun Zoti këta dhe xhamatin e kësaj xhamie janë shumë të kompletuar. Shënjestër.net